Ai u li çdo mëngjes buzrrugës, i heshtur, i thyer dhe i padukshëm. Njerëzit kalonin pranë tij, sikur të mos ekzistonte. Vetëm një grua ndaloi, jo nga mëshira, por nga dashuria. Ajo nuk e dinte emrin e tij, as sekretin e tij. Por burri që ajo ushqente me bukë dhe dëmshuri nuk ishte lypës. Ishte milioner, i fshehur nga një botë që kishte harruar çfarë do të thotë dashuri e vërtet. Kjo është histori të vërteta. Abonohu tani dhe më tregon nga po na ndjek, sepse ndonjëherë njeriu më i varfër është ai që i mëson botës çfarë është dashuria e vërtet. Duhet të ishte nata më e lumtur e jetës së tij. Lorik Malaj qëndronte në balkonin e apartamentit të tij me mure xhami, duke parë dritat e Tiranës që ndriçonin si premtime të vjetra. Në dorë mbante një kuti të vogël prej kadifeje, brenda saj një unaz që përfaqësonte ëndrat e tij, dashurinë që ai besonte se do të zgjaste përgjithmonë. Ai kontrolloi orën. Anisa po vonohej. Ajo vonohej gjithmonë, por Loriku e quante këtë bukurinë e saj. Kur dera më në fund u hap, dëgjoi të qeshura, jo vetëm zërin e saj, por edhe një tjetër mashkull. Zemra e tij u ngurtësua, gjaku ju ngrit në kokë. Ai bëri një hap përpara, mjaftueshëm për të parë përtej derës gjysmë të hapur. Aty ishte ajo, Anisa Gjoni, e fejuara e tij, në krahët e një buri tjetër, duke përshpëritur të njëjtat fjalë që dikurja thoshte atij. Je gjithçka që kam dashur ndonjëherë. Unaza i ra nga dora dhe goditi dyshemen pe mermeri me një zhurmë që i preu frymën. Anisa u kthye, u shtang për një sekond, pastaj buzëqeshi ftohtë, sikur kapja nga flagrancë të ishte vetëm një bezdi e vogël. Lorik, tha ajo me buzëqeshje të ngrirë, mos e bëj dramatite. Mendon se dashuria paguan faturat? Mendon se ëmbëlsia më jep një të ardhme? Ai e shikoi i tronditur. Gruaja për të cilën kishte ndërtuar një botë ishte bërë një e panjohur. Pra, asnjëherë s'ka qenë dashuri? Përshpëriti ai. Ajo ngriti krahët me përbuzje. Dashuri? Qeshi ftohtë. E dua stilin tënd të jetesës, jo vetmin tënde. Fjalit e saj ishin më të mprehna se çdo thik. Loriku kaloi pranë saj pa thënë asnjë fjalë, doli jashtë në errësirën e natës. Tirana që dikur i këndonte emrin, tani i dukej si burg. Çdo billboard me logon e kompanisë së tij i dukej tallje. Çdo makinë që kalonte i kujtonte turpin. Ai voziti pa drejtim deri në agim, me unazën ende në dorë, me motorin ndezur dhe syt në një semafor që nuk bëhej kur jeshil. Aty ai bëri një premtim, jo nga hakmarrja, por nga dhimbja. Nëse dashuria bliej, atëherë ai se donte më. Do të gjente dikë që ta shihte si njeri, jo si emër, jo si pasuri. E parkoi makinën buzlumit, duke parë dritën e parë të diellit që çante mjegullën. E hapi telefonin dhe fshiu gjithçka, kontaktet, numrin e shoferit, madje edhe adresën e vetes. Pastaj pa reflektimin e tij në ujë dhe përshpëriti. Nëse dashuria ekziston, do ta gjej si njeri pa emër. Era e detit ishte ftohtë në qytetin bregdetar të Vlorës. Ajo përshkonte pallton e hollë të Lorikut si thika prej akulli. Ai kishte ndërruar kostumet e tij të shtrenjta me xhinse të grisura dhe një xhaketë të vjetër. Këpucët e tij elegante tani ishin të palaruara, me shputat pothuajse të grisura. Askush nuk e njihte, dhe kjo ishte ajo që ai donte. Lorik Malaj, dikur njeriu që sundonte zyrat e larta të Tiranës, tani ishte vetëm një njeri i lodhur që qëndronte në një cep rruge me duar që i dridheshin dhe me një këmbë të mbështjell me fash të vjetër. Çdo mëngjes, ai zvaritej deri në të njëjtin vend, pranë tregut, vendoste një gotë të vogël hekuri përpara dhe ulte kokën. Pritja fillonte. Në fillim, njerëzit kalonin pa e parë. Pastaj, filluan ta përgojonin. Po shtiret, tha një shitës. Ndoshta ndonjë pianec, murmuriti një tjetër. Pse nuk punon? Monedhat rrallë binin në gotën e tij, dhe kur binin, vinin me fjalë për të shmuese. Një djalosh i vogël e goditi me shkopin e tij të thyer dhe qeshi. Një grua hodhi një monedh, pastaj fshimu duart sikur kishte prekur pa pastërti. Loriku nuk foli.
Çdo fyerje ishte një mësim, çdo poshtërim një pasqyrë e botës që dikur ai e komandonte. Por, një mëngjes, diçka ndryshoi. Kur kambanat e kishës ranë 9 herë, një vajzë e re u shfaq duke mbajtur një shport me lule, trëndafila, tulipan, zambak. Fustani i saj ishte i thjeshtë, përparsja me njolla poleni dhe lotësh. Quhej Enea Pashko. Ajo u ndal përpara tij dhe vështroi për disa sekonda. Ai uli syt, duke luajtur rolin e lypësit të gjymtuar. Ajo ul në gjunjë dhe vendosi pranë tij një bukë të ngrohtë. Ha, tha me zë të butë, do të duhet forcë, era e detit është e pamëshirshme. Ai ngriti syt, i habitur. Zëri i saj ishte i ngrohtë, por me një hije trishtimi, si dikush që e njeh mirë urinë dhe ftohtin. Skep se e bën, përshpëriti ai. Ndoshta jo, por dikush duhet ta bëj. Ajo buzëqeshi lehtë dhe u largua. Atë natë Loriku nuk fjeti. Fjalët e saj i jehonin në mendje, të thjeshta por të vërteta. Askush si kishte folur ashtu për vite me radhë. Të nesërmen u kthye, përsëri me bukë, përsëri me buzëqeshje. Kur filloi të bjerë shi, ajo e mbuloi me një shall të vjetër dhe i tha: "Mos lejo që i ftohti të ta marrë shpresën." Ai donte t'i tregonte kush ishte, donte të ngrihej dhe t'i thoshte faleminderit, por s'mundi, sepse për herë të parë Loriku kuptoi të vërtetën. Ai nuk po e testonte më, ai po mësonte prej saj. Ditët u kthyen në javë, dhe ndërsa bota kalonte për brim me përbuzje, butësia e Eneas e mbështolli zemrën e tij si një fash më fort se çdo pasuri. Por fati nuk haron askënd. Një pasdite, qielli u mbush me re dhe një makinë e zezë u ndal pranë tregut. Parfum, taka të larta dhe një të qeshur që ai do ta njihte kudo. Ishte Anisa Gjoni, dhe fati sapo kishte përplasur të kaluarën me maskën e tij. Dielli dishte atë pasdite, një nxehtësi që mbante aromën e djersës dhe hekurit në ajër. Loriku rrinte në hije në një tende të vjetër, me patericën pranë dhe gotën e tij të vogël gjysmë të mbushur jo me monedha, por me pluhur. Enea sapo ishte larguar për të dërguar lule në një dasëm aty afër. E qeshura e saj ende jehonte në ajër, një tingull që jepte botës një ndjesi drite. Ai po shikonte valët e lehta të ujit në një pellg, ku një zhurmë motori e prishi qetësinë. Një makinë e zezë luksoze u ndal përpara tij. E njëjta lloj makine që dikur ai vetë ngjiste. Xhami filloi të ulej ngadalë. Një aromë parfumi e shtrenjtë mbushi rrugën, aromë që ai do ta njihte kudo. Ishte Anisa Gjoni. Për një çast, fryma ju ndal. Ai uli kokën, me frikë se mos sytë e tij e tradhtonin, por Anisa nuk e njohu. E vështroi me përçmim, me një buzëqeshje të ftohtë. Shikoje këtë, tha ajo me përbuzje. Një sakat që lyp në rrugë, sa e mjerueshme. Ajo futi dorën në çantë, nxori një monedhë të ndritshme dhe ja hodhi sikur të ishte një qen që priste ushqim. Monedha i goditi faqen dhe u rrokullis në pluhur. Rruga u qetësua menjëherë. Shitësit, fëmijët, pleqt që luanin me letra, të gjithë ndalën. Loriku nuk lëvizi, as kur e qeshura e saj kumbonte në rrugë. Noçka ju të ndos, duart i dridheshin nga poshtërimi. Dhe atëherë, një zë theu heshtjen. Mjaft. Të gjithë u kthyen. Ishte Enea. Qëndronte aty, me sytë që i digjnin nga zemërimi, duke mbajtur shportën e luleve fort në krahëror. Ajo eci drejt makinës me hap të vendosur. Mendoni se pasuria ju jep të drejtën të talleni me dhimbjen e tjetrit? Tha ajo me zë të dridhur për plot forcë. Anisa ngriti vetullat. Më falni, kush je ti? Një njeri. Dikush që ende ka zemër. Fjalët e saj ranë si rufe. Ndoshta makina juaj është e pastër, por zemra juaj është e ndyrë. Turma nisi të murmuriste. Buzëqeshja e Anisës u shua. Ajo shtypi gazin e u largua me zhurmë, ndërsa zëria e saj humbi ngadalë në rrugët e qytetit. Kur pluhuri u qetësua, Enea u kthye tek Loriku. Ai qëndronte ende i heshtur, me sytë ngulur në monedhën që kishte rënë në tokë. Ajo ul, e mori.
e fshir but dhe a vendosi në pëllëmb. Mos lejo që ata të bëjnë të harrosh kush je, edhe pluhuri shkëlqen kur drita e gjen. Mirësia e saj i theu diçka brenda, jo maskën, po muret e zemrës. Për herë të parë sytë e Lorikut u mbushën me lot të vërtet, jo nga turpi, por nga zgjimi. Gruaja që dikur e kishte tradhtuar e poshtëroi sërisht, por këtë herë ai nuk u shemb, sepse në fund e pa çfarë është bukuria e vërtet, jo pasuria, jo krenaria, por Enea, që qëndronte në mes të rrugës, duke mbrojtur një njeri që bota e quante të pavlerë. Dhe në atë qast, Loriku e kuptoi. Ai po binte në dashuri. Mëngjesi tjetër erdhi me shi të rënd, një shi që dukej sikur depërtunte deri në shpirt. Loriku nuk ishte ngrënë prej 2 ditësh. Trupi i tij ishte i lodhur, maska e tij më e rëndë se kurrë, por ai përsëri u ul në qoshën e tregut, i dridhur, i heshtur, duke refuzuar të dorëzohej. Enea i kishte thënë se do të vonohej, kishte një dasëm për të dekoruar, prandaj ai priti vetëm. Çdo pikë shiu që binte mbi lamarinën sipër tij, tingëllonte si një orë që numëronte fatin e tij. Pamja ju mjegullua, u përpoq të zgjaste dorën drejt kupës së tij, por bota u rrotullua përmbys. Dhe pastaj errësirë. Kur hapi syt, gjithçka ishte e bardhë, aroma e spitalit, zhurma e aparateve, zëri një infermiere që i rregullonte batanien me kujdes. Ku jam? Përshpëritja ai. Në spital, tha ajo but. Zotri, ju ishit pa ndjenja në rrugë. Para se të mund të fliste, dera u hap. Enea hyri me nxitim e lagur nga shiu, me fytyrën e zbet dhe syt plot lot. Faleminderit Zotit, tha ajo, duke i kapur dorën fort. Mendova se të humba. Por me njerë pas saj, një zë tjetër theu qetësinë, një zë i ftohtë, i njohur. Kështu je ulur tani. Në prag të derës qëndronte Anisa Gjoni, e mbështjellur me pallton e saj luksoze, ajo e shikonte me mosbesim. Ti nuk je një lypës. Infermierja ngriti vetullat e habitur. Lypës? Jo zonjë, ky është Zoti Lorik Malaj. Ai është. Ajo ndal për një sekond, sikur ta kishte dëgjuar atë emër në lajme. Një biznesmen shumë i njohur nga Tirana. Dhoma heshti. Enea ngriti syt, e hutuar, zemra e rinte fort. Ti isha ai gjithë këtë kohë, përshpëriti ajo. Loriku e pa drejt në sy. Lotët ju përzien me turpin dhe lehtësimin. Doja të dija nëse dikush mund të më donte pa paratë mia, tha ai ngadalë. Enea nuk dinte nëse duhej të qeshte apo të qante. Ajo ja shtrëngoi dorën fort dhe e gjete përgjigjen, i tha me butësi. Por Anisa bëri një hap përpara. Syt ishin mbushur me lot. Lorik, unë kam bërë një gabim, më fal, unë të dua. Ai e pa, jo me zemërim, por me boshllëk. Dashuri, tha i qetë. Kur dashuria blihet, ajo pushon sa ekzistuesi. Anisa nisi të qante, por fjalët e tij e prenë si thik. Në korridor dëgjoheshin zëra, gazetar, kamera, pyetje që shpërthenin si rufe. Njëri bërtiti, Zoti Malaj, a është e vërtet që jeni shtirur si i varfër për të gjetur dashurinë e vërtet? Loriku heshti për një moment, pastaj mori frym thellë dhe ktheu kokën drejt Eneas, që qëndronte aty, e lagur, por e vërtet. Nuk u shtira të dukesh ai varfër, u shtira për t'u kujtuar se ndihet të jesh njëri. Kamerat vezulluan. Anisa u kthye dhe doli me nxitim, ndërsa turma në spital mbeti e heshtur. Por për Lorikun nuk kishte lavdi, nuk kishte fjalë madhështie, vetëm qetësi, sepse në atë dhomë të bardhë ai e kuptoi në fund se paraja mund të blejë gjithçka, përveç se ngrohtësisë së një zemre të vërtet. Historia u përhap në gjithë Shqipërinë si zirar. Çdo gazet, çdo kanal, çdo ekran telefoni mbante të njëjtin titull. Lypsi ishte milioner dhe luleshitësja që e shpëtoi. Për ditë të tëra, gazetarët priten jashtë spitalit,
duke shpresuar të kapnin një pamje të Lorikut dhe vajzës misterioze që ja kishte ndryshuar jetën, por Enea nuk kërkonte famë. Ajo u kthye qetësisht te stenda e saj e vogël me lule në portin e Vlorës, duke rregulluar trëndafilat sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Kur Loriku u shfaq sërish, nuk mbante kostume apo roje. Ai erdhi vetëm, duke mbajtur një trëndafil të bardhë në dorë. Turma e njovu menjëherë. Kamerat filluan të shkreptinin, njerëzit po shpëritnin emrin e tij, por ai kaloi përmes tyre, pa folur, derisa qëndroi përballë saj. Enea u ngrit, e hutuar, pa ditur nëse duhej të ikte apo të qëndronte. Loriku buzëqeshi lehtë. Ti pe një njeri, kur të tjerët pan pluhur, tha ai. Më dhe ngrotësi, kur unë s'kisha asgjë. Më kujtove se pasuria nuk ka vlerë pa mirësi. Ai vendosi trëndafilin mbi tavolinën e saj, dhe pranë tij një zarf. Enea hezitoi, pastaj e hapi me kujdes. Brenda ishin dokumente, letra, që transferonin në emrin e saj një dyqan të ri me lule në zemër të Tiranës. Syt i u hapën ka habia. Zoti i madh, unë s'mund ta pranoj këtë. Mundesh, tha ai me butësi, sepse bota ka nevojë për njerëz si ti, por nuk ishte vetëm kaq. Loriku bëri një hap mbrapa dhe dy burra sollën përpara një grua të moshuar në karrocë, nënën e Eneas, e shëndetshme, buzëqeshur, me syt e mbushur me lot. Si ishte mundur? Pyeti Enea duke mbuluar gojën me dorë. Mjekimi që nuk mund ta përballoje është paguar, tha Loriku. Enea u përkol, me lot që i rrithnin faqeve. Pse po bën gjithë këtë për mua? Loriku buzëqeshi lehtë. Sepse ti më shpëtove mua para se të kisha nevojë për shpëtim. Në atë çast, turma nisi të duartrokiste. Gazetarët e quajtën vajza me zemrën e artë, për Lorikun nuk ishte një titull për lajme, ishte e vërteta e thjeshtë. Ajo kishte shëruar diçka që as koha, as pasuria nuk mund ta shëronin, zemrën e tij. Ai kapi dorën e saj dhe i përshpëriti butë. Në një botë ku shumë kërkojnë ar, ti zgjodhe shpirtin. Dhe ndërsa era frynte mbi portin e Vlorës, petalet e trëndafilave u ngrit në ajër, si një dëshmi e asaj që ndodh kur një miliarder gjen dashurinë e vërtet në sytë e një vajze të thjeshtë. Kaluan disa muaj. Bota kishte ndryshuar, ose ndoshta kishte ndryshuar Loriku. Rrugët e Vlorës dukeshin më të ndritshme atë mëngjes. Të njëjtat rrugë ku ai dikur lëpte për bukë, tani ishin mbushur me të qeshura dhe shpresë. Fëmijët vraponin duke ndjekur balonat që vallëzonin me erën e detit. Ai buzëqeshi, sepse për herë të parë nuk po shtirej më. Në krah të tij ecte Enea, me dorën e ngrosë në të tijën. Ajo mbante të njëjtën fustan të thjeshtë, me lule të zbehura, por në sytë e Lorikut bukej si mëndafsh. Ata ndaluan në cepin ku gjithçka kishte filluar. I njëjti trotuari plasaritur, e njëjta stole vjetër, i njëjti dyqan ku ajo dikur i dha një copë bukë një burri të uritur. Loriku u kthye nga ajo, me syt plot mirinjohje. Ti nuk më shërove këmbët, Enea, përshpëriti ai. Ti më shërove zemrën. Enea buzëqeshi me ndrojtje, me lot që i shkëlqenin në sy. Dhe ti më mësove se mirësia nuk është dobësi, është forcë. Pas tyre qëndronte një ndërtesë e re, me një tabelë të thjeshtë. Shtëpia e zemrës. Brenda, vullnetar lëviznin ngadalë mes rreshtave të shtretërve dhe tavolinave. Ishte një shtëpi për të varfrit, për të harruarit, për ata që jeta i kishte thyer. Një vend i ndërtuar me parat që Loriku dikur i përdorte për të ngritur ndërtesa gjigante. Tani ai ndërtonte njerëz. Çdo mbrëmje, Loriku dhe Enea shkonin aty, shpërdanin bukë dhe ndanin histori, me ata që nuk kishin asgjë. Dhe sa herë që dikush e pyeste pse një milioneri do ta bënte një gjë të tillë, ai gjithmonë përgjigjej me të njëjtat fjalë. Sepse dikur, unë isha ai që kishte nevojë për shpëtim. Një mbrëmje, ndërsa dielli po fshihej në horizont, Loriku dhe Enea qëndronin pranë dritares së shtëpisë që ndërtuan. Ajo mbështeti kokën në supin e tij. A pendohesh ndonjëherë që u shtire si i varfër? Pyeti ajo me zë të ulët. Ai buzëqeshi, duke parë dritën që venitej mbi deti. As edhe një sekond, sepse aty gjeta gjithçka që më mungonte.
Këmbanat e kishës së afërta ranë 6 herë. E qeshura e fëmijëve u përhan nëpër rrugë, dhe për një çast, vetëm një çast, koha u ndal, sepse disa histori nuk përfundojnë në pallate apo me pasuri. Ato përfundojnë aty ku fillon dashuria, në zemrën